çfarë bëri Berisha? Berisha mori prap ca kryetar partish që nuk kanë bërë kurrë zgjedhje brenda partive të veta. Dëgjoti kur ka bërë Partia Republikane zgjedhje? Dhe kush ka qenë rivali Fatmir Mediut? Se që kur ka vdes Sabri Godo. Zgjedhje nuk janë bërë as në Partinë Socialiste tani, se edhe kjo është një temë tjetër. Po flasim për koalicionin. Po që të vim tek një gjë edhe më themelore, se mora sfundo, pra shtysëm nga kjo gjë. Ne nuk kemi demokraci brenda partive politike. Po pra ka zgjedhë individi dhe jo parti politike për këtë koalicion. Ne na mungon demokracia brenda partive politike dhe me që po flasim për demokracinë, më e tmerrshme është që gënjejnë dhe sy për sy dhe thonë bëm primare një proces ekselent demokratik. Ndërkohë Igli Cara deli pari me vota ndurës dhe emërohet në listë. Po mirë, ai e tha, domethënë duket që u vet përgënjeshtrua sepse kohë më parë tha që procesi i primareve do të vendos listat. Domethënë kohë që bëjmë to se pastaj do nevojë për korrigjime. Po bëjmë sikur pra. Jo, po bëjmë sikur pra. Këtë se unë këtë po i them njerëzve, se unë vet nuk është se kam pas ndonjë iluzion. Fare, as te primaret për kryetar bashkish, e kemi diskutuar edhe bashkë kur kemi qenë në intervistën e kaluar. Primaret që bëjnë me sikur, se primaret e vërteta është që ne të dy futemi ngar dhe bëhemi cop me njëri tjetrin. Unë të sakatoj ty dhe kush fiton nga ne të dy është një kandidat i fortë dhe është aq i fortë sa që mund të përballet edhe me më të fortin e krahut tjetër pastaj. Po nëse ne të dy bëjmë sikur, pra i bëjmë elozh njëri tjetrit dhe kur vim dhe te procesi votimit, manipulojmë dhe votat. Dhe mirë që manipulojmë votat, po kryetari cakton Floriana Garon në vend të Igli Carës, kjo pastaj është tmerreve. Domethënë nuk mori vota fare. Kjo është një falsitet i tmerrshëm. Pra tha tha publikisht Berisha. Po, ka nevojë që të bëhen korrigjime, nuk merren rezultatet e primareve. Sepse bëri një proces, pra ju tha demokratëve hajdeni se ne kemi hapur partinë dhe ndërkohë listën e bën po vet. Po ta shohësh listën deri te 15 që e parë në Tiranë, do kuptosh që Partia Demokratike është aq shumë e vjetër, është aq shumë e lodhur, është aq shumë e përtuar për të bërë politik, sa që thot ato mandate që ne jep shporta e demokratëve që i kanë vota fikse, pra vota militantësh, ato do marrim edhe po hym në parlament, po vazhdojmë ja 4 vjet. Pra këtu listat i ka hartuar dhe vazhdojnë të hartojnë kryetarët, majta si djathtas. Fajin ja kanë demokratët që vazhdojnë dhe i ndjekin verbërisht mbrapa, sepse kjo lloj partie politike me interesa tërësisht personale dhe familjare duhet bojkotuar një ditë e më parë. Por ata e kanë me emotivitet dhe si thon dashuria edhe politike kur është nuk paragjykohet se flitet për ndjenja, është çështje tifozllëku dhe nuk mund do ti orientosh ndjenjat. Është çështje e brendshme, është thirrje e brendshme. E adhurojmë Berishën dhe Berisha mund të vëri aty dhe 100 drunj, pra në vend njerëzve të vendosi këta janë drujt kandidat, ata do votojnë Berishën, pra edhe për rrjedhoj dhe drujt. Kështu që në këtë sens, të kundërt tek nga krahu tjetër, vendos lloj-lloj pykash nga krahu i Ramës, lloj-lloj të korruptuarish, lloj-lloj ignorantësh, lloj-lloj mumjesh politike dhe prapë do votojnë Ramën. Atëherë betejë ku është këtu? Betejë është a do zgjedhim Ramën për një mandat 4 që moderon bën dhe këto gallatat i shkon njerëzit sipas muhabetit dhe mides, apo do zgjedhim Berishën për ta rikthyer dhe herë në pushtet 80 vjeç. Do të thënë që bën sikur është i ri dhe bën sikur s'ka bërë ato që ka bërë. Dhe kjo është oferta politike që kanë shqiptarët. Dhe prandaj, më fal, që ti ta konkludoj, prandaj shumicën e sondazheve e fiton kush? E fiton Spaku, se shqiptarët mendojnë që janë aq pa shpresë, saqë vetëm nëpërmjet opozitën e vërtetë e Spaku. Jo, vetëm nëpërmjet ndryrjes drejtësisë mund të frenohen këta që të bëhet një lloj ndryshimi pastaj. Dhe çfarë po ndodh? Tani politika duke ndjerë këtë rrezik ka filluar thotë jemi republika e prokurorëve apo jemi republikë normale neve? Jo, nuk jemi republika e prokurorëve. Ne jemi republika e diktatorëve. Që nëse thyet, mund thyet edhe me rregullin e forcës së ligjit të prokurorëve, nëse do ishte kështu, nëse do ndodhi. Po, ndërkohë emrat për shembull. Jo, lejo edhe po e ngritet, s'ka gjë. Ndërkohë, te procesi i primareve në PD për shembull, emrat që dolën më të votuar, i sheh realisht ata si më të mirët, më të pëlqyerit, më me integritet. Pra të përputhet kjo në po mirë pra, nuk më takon. Jo, nuk më takon. Duhet të jenë Baku, Igli Cara,
Ali Mehmeti, flas emrat që votuan shumë mirë. Për shembull, për Ilira Ali Mehmeti më kam mik. Nuk është se rri me të. Po e konsideroj mik për vlerat që ai ka, për statusin që ka. Po Ilira Ali Mehmeti nuk është një politikan. Pra Ilira Ali Mehmeti ka bindje të djatha, ka angazhim. O mirë tani kish ti shiri dhe i pastër, kish ti politikan rracë. Do ma lejosh që ta bëj për kufizimin se çfarë mendoj? Po patjetër. Pra Ilir Ali Mehmeti është një njeri absolutisht me vlerat më të larta profesionale dhe kreditet më të mëdha njerëzore, karakteriale dhe të integritetit. Por nuk është dot një politikan. Cilësitë e një politikani janë cilësitë e dikujt tjetër që ka një karizëm përtej vetes vet, pra përtej rrethit ngushtë. Dhe ne na mungon politikani i këtij profili. Prandaj ne rrotullohemi rreth dy njerëzve, rreth karizmës së Edi Ramës dhe rreth karizmës së Berishës. Dhe çfarë ndodh? Kanë dalë disa prototipa të rinj që janë Adriatik Lapaj apo Arlind Qori apo Agron Shehaj. Po. Edi Shabani pak nuk hyn ke kjo karizma e fortë. Ta të tre tjerët kanë një lloj karizme publike dhe i pëlqen njerëzve dhe çfarë ndodh është aq e hapur, pra ka aq shumë hapësirë se s'ka njerëz, sa njerëzit identifikojnë menjëherë personazhe të tilla, sikur janë dhe forca politike. Ta s'kan asnjëri nga mbrapa. Domethënë s'ka 2, 3, 4, 10. Janë personazhe me ca njerëz që i kanë qef këta dhe i kanë shku nga mbrapa se mos kapin në një vend edhe këta njerëzit që shkojnë nga mbrapa. Pra dhe këto vetë nuk janë parti mirëfilli. Organizime. Po mirë, më mirë se këta tjerët, a janë këta? Po varet se ku do e vendosim stekën pra. Unë po them, Ilir Ali Mehmeti është një personazh i pastër, korrekt e gjithë, por nuk është dot politikan. Ndërkohë që Adriatik Lapaj e merr arenën, e merr vëmendje se ka cilësitë e duhura për të qenë karizmatik dhe i raportueshëm me publikun. Tani, a duhet ta besojmë neve Adriatik Lapajn apo duhet provuar? Nëse mund t'ia japin njerëzit votbesimin. Por mirë do ishte që Adriatiku të kishte ca veta të tjerë si vetja, të ndryshëm natyrisht. Po të ishte një buqet njerëzish dhe vlerash, ai thotë që i kam. Po ta bëjmë të bisedë, po të ishte këtu do thoshte, po nga i di që si kam. E kupton? Ndërkohë. Dakor, por ne nuk është se i kemi parë hajrin karizmës që ta ndrojmë mirë, ta kthejmë mirë. Karizma nuk është diktat. Karizma nuk është diktat. Dakor, pra po. Karizma është një marrëdhënie platonike politike që politikani vendos me publikun. Pra është një gjë që lind me personin. O je, o si je. O e ke, o nuk e ke. Dhe shumë njerëz sot në politik nuk e kanë. Nuk e kanë. Pra janë njerëz që të krijojnë antipati jo simpati. Shih parlamentin, më thuaj, ke ndonjë simpati për ndonjë politikan që replikon aty? Domethënë, të paktën në memorien time, jetë parlamentare dhe debat parlamentar me batutat mirëfillta, unë mbaj mend që nga koha kur bënte opozit Ben Blushi me Edi Ramën. Që parlamenti heshte kur kishte një polemik Rama Blushi. Që nuk flasin fare, unë nuk i njoh shumë prej tyre. Sepse nuk i flet asgjë brenda tyre, janë bosh pra. Janë bosh. Janë bosh pra, këtë po them. Pra ne kemi humbur për ç'është demokracia? Demokracia është mendim. Mendim, filozofi, tezë. Kundërshti gjithashtu, tezë, antitezë. I kemi ne këto. Nuk e di kur mund të ketë ndodhur për herë të fundit që ne kemi parlament. Në parlament ka shantazh kundër shantazh. Pra kode, unë të them ty atë që kujdes se ta di unë ty atë, po ti më thua edhe ti e ke atë. Pra, vetëm për politik nuk flitet. Vetëm për teza nuk flitet, vetëm për të majt e për djath nuk flitet, se ne nuk kemi as të majt, as djath. Ne kemi ca njerëz që janë aty për interesat e veta. Kështu e shohun panoramën. Tani më komento pak pjesën e Ilir Metës. Domethënë do gëroj në listë të hapur. Pse ka zgjedhur me listë të hapur dhe e dyta ç'është kjo se ai është në burg tashmë. Domethënë është si një tentativë mendon ai shpëtimi ndoshta që nesër mund t'i lehtësohet masa e sigurisë përmes mandatit deputetit apo si? Që të gjithë e përdorin politikën si buroj në Shqipëri. Dikur në një moment si buroj, në një moment si hesht, varet nga pozita që kanë dhe relata që kanë në atë rrethan caktuar që ndodhen. Kjo është e padiskutueshme. Por ka edhe një gjë tjetër. Askush nuk është ndaluar që të zgjidhet qoftë edhe kur është në burg. Pra,
mund të jesh në burg, po mund të shpallësh kandidaturën dhe të zgjidhesh populli do. Kjo është një gjë që e njeh demokracia si standard. Kështu që dhe Meta ka zgjedhur këtë rrugë. A do ta përdori politikën për mbrojtje ndaj drejtësisë? Po patjetër. Ka bërë shumë mirë që ka dalë në listë hapur, le të themi, sepse do dhe ai që të kuptoj çfarë përfaqëson ai për veten e vet sot. Kur partia e tij është në një gjendje sprove ekzistenciale. Apo jo. Dhe kjo e bën atë thjesht më të fortë në raport me vërtetësinë e votës sa e ka. Dhe unë, nëse ka një njeri në të gjithë këtë analizën që ne bëm, unë e kam kritikuar pafund Ilir Metën. S'kam qenë kurrë pro mënyrës politikave të tij. Po nëse ka një gjë për t'u lavdëruar nga pikpamja dinjitare politike, është kjo mënyrë e të bërit garës politike, që ai thotë, jo, stop. Unë nuk do futem në listë sigurt, edhe pse e kishte vendin, unë do marr votat e mia. Dhe kjo është mënyrë dinjitare dhe bravo i qoftë që e ka bërë. E fiton ai këtë sfidë? Kjo mbetet për të parë. Për mua, LSI-a është në një sprov ekzistenciale, prandaj thash fjalën ekzistenciale, se nuk e di nëse nuk do kishte deputetët e sigurt, duhet parë nëse ekziston apo se ekziston, se strukturat kam përshtypjen që edhe me largimin e Monika Kryemadit dhe gjithë pjesës që ajo tërhiqte me vete. Ka një shpërbërje, por mund të jemi gabuar dhe nuk dua ta paragjykoj, as nuk dua ta penalizoj duke i bërë një analizë, si më thënë, e cila në 2 muaj para zgjedhjeve mund t'i krijonte kosto dhe nuk do ishte si më thënë etike dhe fair nga ana ime që le të presim zgjedhjet dhe do ta shohim se çfarë përfaqëson vet Partia e Lirisë nga pikpamja elektorale dhe Meta gjithashtu.